Miq të dashur, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Kjo video është për të gjithë ata të cilët mendojnë që janë vetëm apo ndihen vetëm. Më lejoni të them që ne nuk jemi asnjëherë vetëm. Deri në fund të jetës tonë, ne jemi të shoqëruar nga ëngjëlli ynë i cili na vendoset që në lindjen tonë. Nëse ju jeni të interesuar në lidhje me këtë temë, ju ftoj që të bëni pjesë e kësaj video dhe të diskutojmë së bashku në lidhje me ëngjëjt, çfarë janë ëngjëjt, si mund të komunikojmë me ta dhe si të dallojmë shenjat që ata na dërgojnë në realitetin tonë. Dhe do të kuptoni që vërtet asnjëherë nuk jemi vetëm. Unë jam Vera, shëruesja dhe udhëfyesja juaj shpirtërore dhe me kënaqësi do doja që të ndaja këtë temë kaq delikate me ju dhe ndoshta t'ju bëj të ndiheni pakës më mirë dhe të formoni dhe ju një lidhje të shëndetshme me ëngjëjt tuaj, për të mos u ndjerë kur vetëm, për të marrë udhëzime në kohë reale dhe për të ndjekur, për të ndihmuar që të dëgjoni më mirë intuitën tuaj, për të bërë vendime që do t'ju çojnë eventualisht drejt lumturisë suaj. Si fillim, çfarë janë ëngjëjt? Nëse ju po pyesni veten çfarë janë ëngjëjt dhe për çfarë ka fjalën Vera, ëngjëjt janë qenie drite, të cilët vibrojnë një frekuencë aq të lartë sa që shumica prej nesh nuk i dallojmë dot ose nuk i shohim dot në këtë realitet. Sepse ata vibrojnë një frekuencë e cila i mundson natyrisht të jetojnë në dimensione më të larta se ne. Kështu që ata mund të na shohin apo mund të na kontaktojnë ne, por ne duhet të jemi pakës më të hapur ndaj tyre. Sepse nuk jemi të vëmendshëm vetvetiu, paçka se ka individ që janë të vëmendshëm dhe mund t'i shohin dhe mund t'i dëgjojnë dhe mund t'i ndjejnë vetvetiu. Por janë të rrallë dhe gjithsesi secili prej nesh mund ta ketë të lidhje dhe mund ta formojë të lidhje. Edhe nëse nuk i shikon, edhe nëse nuk i dëgjon, e rëndësishme është t'i ndjeni dhe të merrni shenjat prej tyre dhe t'ju udhëzojnë në një rrugë edhe më të bukur nga ajo që ndoshta mendja juaj mund t'ju udhëzonte. Pra, ëngjëjt janë këto qenie drite, kaq të pastra, kaq të dashura, të cilat kanë vetëm synime të mira, të cilat duan vetëm të bëjnë mirë, dhe duan vetëm të ndihmojnë. Dhe synimi i tyre në fakt është që të na ndihmojnë ne, njerëzit, në rrugtimin tonë. Dhe ne që në momentin e lindjes kemi një ëngjëll mbrojtës, i cili do të qëndrojë me ne deri në fund jetës sonë. Por, në varësi të qëllimit të jetës tonë, ne mund të kemi edhe më shumë se një ëngjëll, i cili do të qëndrojë me ne. Megjithatë, gjatë kalimit të fazave të ndryshme të jetës me të cilat ne mund të hasemi apo të përballemi, ne mund të kemi nevojë për ëngjëj të ndryshëm, sepse secili ka funksionin e vet specifik. Për shembull, kryeëngjëlli Michael mbron të vërtetën, ndihmon shumë në lidhje me marrëdhëniet dhe vendosjen e kufive të shëndetshëm në lidhje me marrëdhënie të ndryshme. Ju mbron, është mbrojtësi më i mirë nëse ju për shembull shikoni vazhdimisht ngjyra blu ose blu të hapur, nëse shikoni apo vizualizoni me syrin tuaj të tretë ngjyrën blu të hapur, do të thotë që ai është pranë jush. E të tjerë, se për shenja do të flasim pakës më vonë, por karakterizohet nga kjo ngjyra blu ose blu pakës e hapur, jo aq blu e thellë. Është vërtet mbrojtës shumë i fuqishëm dhe nëse punoni me të dhe nëse e thrisni kur keni nevojë për mbrojtje, për udhëzime, është menjëherë aty dhe do t'ju ndihmojë vërtet shumë. Doja të cilësoja që përpara se të kaloj tek të tjerët, që ne duhet jemi të hapur. Sepse siç e tham, ata janë në dimensione më të larta dhe janë aty gati për ta ndihmuar, por ne duhet jemi të hapur që ta lejojmë këtë ndihmë dhe këtë udhëzim dhe këtë mbrojtje prej tyre. Pra ne duhet të jemi të vetëdijshëm në radhë të parë që ata ekzistojnë, ata janë shumë të lumtur në rast se ne për shembull e dimë që ekzistojnë, në rast se ne komunikojmë me ta, dhe më tepër nëse i flasim në emër, janë vërtet shumë të lumtur. Jo se nuk ndihmojnë, janë qenie shumë të pastra dhe jo se nuk ndihmojnë nëse ju nuk i thrisin në emër apo bëni gjitha këto, por ndihma do të jetë më e menjëhershme dhe më e fuqishme dhe ju do ta ndjeni më shumë ndihmë. Nëse ju ja ktheni këtë respekt, sepse funda mendojnë që ata po ju ndihmojnë kaq shumë dhe më e pak të shumë të bëni është t'i ktheni këtë respekt, t'i doni, t'i flisni
dhe ti trajtoni me respektin që ata meritojnë. Duhet përmendja edhe që nuk është se kanë gjini specifike. Ndoshta mund të kenë energji, sepse edhe vetë ne kemi të dyja energjitë, qoftë energji mashkullore dhe femërore. Por mund të anohemi më shumë nga njëra, shpeshherë sa që të dyja duhen në balancë, por ëngjëjt nuk është se kanë një gjini specifike. Gjithsesi, paraqiten në çfarë gjinie që ju ta mendoni. Nuk ka rëndësi, sepse ne tentojmë të mendojmë femër apo mashkull, kështu që nuk ka problem. Mendojeni si doni, qoftë femër, qoftë mashkull, si t'ju vi juve në moment të parë për ëngjëllin tuaj. Si t'i dallojmë shenjat që ata na dërgojnë? Ndër shenjat më të menjëhershme dhe që mund ta kuptoni lirisht janë numrat e ëngjëjve, të cilët mund të jenë 111 për shembull, 222. Pra mund të jenë treshe e të njëjtit numër, i cili ka kuptimin, merr për shembull një numër, çfarë kuptimi ka dhe amplifikohet në 3 herë, sepse janë 3 numra. Por mund të ketë edhe një kuptim specifik në momentin që ju intuita juaj forcohet më shumë dhe në momentin që ju shikoni një numër nuk keni më nevojë që të futeni të kërkoni çfarë kuptimi ka dhe që ëngjëlli juaj t'ju kalojë kuptimin nëpërmjet artikujve të ndryshëm. Por ju do të filloni që të keni ndjesi të brendshme, që kur shikoni këto numra, ju të ndjeni diçka, të mendoni diçka dhe kjo gjë që ju po ndjeni, po mendoni dhe po kaloni në ato momente, ose diçka që juve duhet t'i kushtoni vëmendje në ato momente dhe dhe një numër që t'i thot, hey, kushtoj vëmendje kësaj gjë se është e rëndësishme, ju do të filloni ta kuptoni më mirë për veten tuaj dhe nuk keni më nevojë të kërkoni në resurset e jashtme këto mesazhe, por do të vinë së brendshmi. Por ky është një rrugtim dhe nuk ka problem nëse ju në fillim thjesht shikoni një numër ëngjësh dhe e kërkoni kuptimin në Google apo në artikuj të ndryshëm për të gjetur një mesazh specifik në atë moment për ju. Numrat mund të jenë dhe numra pasqyrë, 717, 212 apo numra progresiv 234, dhe regresiv 432. Në varësi të vetë kuptimit të numrit, të kuptimit të përgjithshëm, por ndoshta edhe të thjesht situatës tuaj. Për shembull, nëse shikoni 1, 2, 3, 4, do të thotë që jeni duke bërë progres në atë gjë që ju po bëni, në atë gjë që ju po mendoni, në karrierën specifike, në profesionin specifik, në një fushë të caktuar, apo thjesht duke bërë progres, duke u rritur shpirtërisht, mendërisht, personalisht, duke mësuar gjëra të reja e të tjerë. Por mund të ketë një mesazh për shembull që ndërmerr hapa të vegjël, mos u frikso, për shembull nëse ëndra jote të duket shumë e madhe apo diçka të duket shumë e vështirë për të bërë. Mos u frikso. Merr hapat një nga një. Dhe hap pas hapi do të shikosh që gjërat do të bëhen më të lehta dhe ti do të arrish më shpejt në destinacionin tënd. Siç është 1, 2, 3, 4, pra merri gjërat dhe ndaje të gjithë gjën në pjesë më të vogla, të kuptueshme, të tretshme dhe të arritshme. Apo të gjithë golin e madh ndaje në gola më të vegjël, që janë më të arritshëm, që ty të motivojnë dhe ti të mund të arrish golin e madh më pas, më lehtë. Numrat mund të kenë kuptime nga më të ndryshme në varësi të situatës, dhe nuk është se është vetëm ky kuptim dhe kaq. Sepse dhe unë në fillim mund të mendoja që është vetëm ky dhe nuk e parafroja me situatën, por me kalimin e kohës kuptova që në radhë të parë jo çdo gjë që është postuar mund të jetë për mua dhe unë duhet të përdor vetë aftësitë e mia gjykuese dhe ndjesitë e mia për ta kuptuar a është për mua apo jo. A ndjehem mirë unë kur e lexoj këtë apo jo? Nëse nuk ndjehem mirë do të thotë që nuk është për mua dhe unë e lejoj këtë mesazh të shkojë në rrugën e dikujt që për të cilin është dhe që ka nevojë për të. Dhe ndoshta unë mund të kem nevojë për të në një moment të dytë, por në këtë momente unë nuk e ndjej që është mesazhi im. Dhe nëse ndjej një mesazh tjetër apo qoftë nëse ndjej pa e lexuar diku, ti besoj që kjo që po ndjej është vërtet ajo që më duhet. Dhe këtë ju sugjeroj të bëni dhe ju. Besojini ndjesive tuaja. Që shpeshherë flasim me ndjesi, shpeshherë flasim me emocione dhe me mendime të brendshme që ju ndoshta se kuptoni që është zëri i tyre, por nuk ka problem. E rëndësishme është të besoni. Kjo ka shumë rëndësi në këtë rrugtim dhe në marrëdhënien tuaj me ëngjëjt, sepse siç tham, ne nuk mund t'i shohim ato, ose shumica prej nesh nuk i shohim dot. Kështu që çfarë formon këtë marrëdhënie dhe çfarë e mban të fortë, është pikërisht besimi. Besimi që kjo lidhje ekziston dhe ndjenja e dashurisë që ata ju ofrojnë. Sepse më besoni që nëse vërtet provoni të ndjeni këtë lloj dashurie nga ëngjëjt, nuk do të ketë krahasim me asnjë lloj dashurie tjetër që ju mund të keni përjetuar
njoftu në 3D të prekshme nga individ të tjerë. Ndoshta as me dashurinë e nënës jo. Është një dashuri aq pa kushte, aq e madhe, dhe nuk po them që dashuria e nënës nuk vlen, është një dashuri më të bukur në këtë botë, por gjithsesi jemi njerëz me njerëz, kemi ato frikrat tona, kemi shtesa të veshura dhe nuk kemi esenca jonë e pastër ndoshta të gjithë 100%. Sepse esenca jonë e pastër është dashuri e pastër. Është dashuri pa kushte. Është dashuri por si e ëngjëve dhe ndoshta edhe më shumë. Dhe nëse ju e lejoni këtë lloj dashurie dhe jeni të hapur të besoni te kjo marrëdhënie, do të përjetoni dashurin më të bukur në jetë dhe mbrojtjen që nuk e keni patur ndoshta kurrë në jetë nga ndonjë figurë mashkullore në jetën tuaj, dhe sigurinë që ndoshta se keni patur në jetë, apo dhe nëse e keni patur, është niveli tjetër, sepse po flasim për qenie që jetojnë në dimensione më të larta dhe po na ofrojnë pakës nga kjo jetë e tyre aty, që është kaq e bukur e pastër dhe ndoshta pa vështirësi. Sepse ne këtu vim për të mësuar dhe mund të kemi vështirësi na mësojnë, por ëngjëjt nuk kanë çfarë të mësojnë më, kanë mësuar gjithçka, kanë patur nevojë, kështu që janë thjesht në gatishmërinë tonë për të ndihmuar, për të qenë aty për ne dhe për të ofruar pakës nga, ose ndoshta shumë nga dashuria e tyre, mbrojtja dhe mirësia që i karakterizon. Shenjat të tjera që mund të përmendim janë zogj të ndryshëm, që mund të kalojnë në rrugën tuaj, përgjithsisht për humba të bardhë, çfarë shenje ndoshta ju i pyesni për të dërguar. Dhe këtë mund ta bëni shumë mirë nëse ju dëshironi të krijoni këtë besimin, mund t'i pyesni, më dërgoni një shenjë. Qoftë edhe për një rrugë në jetë, për një vendim në jetë, jam në një udhkryq, duhet të marr një vendim, nuk di se çfarë të bëj, nuk di se cila është gjëja e dur për të bërë. Ju duhet të më ndihmoni, jam e hapur ndaj ndihmës tuaj. Dhe nëse ju nuk lejoni ndonjë lloj shenje, ata do t'ju ndihmojnë, ndaj sa mundet, por ju duhet jeni të hapur të shikoni shenjat e tyre. Por mund t'i vendosin një shenjë ju. Për shembull, më dërgo diçka që nuk e shihni shpesh. Një lloj zogu që nuk e shoh shpesh, një lloj shpendi, një lloj sendi, ose të lexoj diçka diku. Janë nga më të shumta mënyrat që juve mund t'ju bëjnë të besueshme dhe që mund t'ju thonë, hey, kjo është ajo që ti duhet bësh. Kjo është përgjigjja ime për ty. Dhe ky është udhëzimi im për ty. Dhe pasi ju ta bëni këtë, do t'jeni shumë të hapur ndaj shenjave, sepse mund të jenë kudo, nga kushdo, edhe nga personi më insignifikant që ju mund të mendoni, që ndoshta se prisni kurrë nga ky person që të merrni këtë lloj mesazhi apo shenje, mund të vi. Kështu që duhet jemi të hapur, të lëshojmë pritshmëritë tona dhe të jemi të hapur. Mund të shfaqen shenja edhe në ëndrat tuaja, mund të shfaqen shenja në numra të ndryshme dhe ju lexoni pikërisht atë që dëshironit, në sende të ndryshme, por edhe në muzikë. Nëse ju dëgjoni pikërisht atë që dëshironit, në mesazh specifik në muzikën që ju dëgjoni, dhe e ndjeni që vërtet ky është mesazhi që mua më duhej, atëherë është një mesazh i dërguar posaçërisht për ju prej ëngjëve tuaj. Por shenja mund të shfaqen edhe në libra që ju lexoni. Një shenjë shumë e mirë, komunikimi, duke lexuar diçka që juve ju duhet në ato momente. Apo thjesht dikush, qoftë një i panjohur, mund t'ju thotë diçka që, hey, ti shënke shumë i mirë te kjo gjë. Pse nuk e bën si karrierën tënde? Pse nuk e fillon të merresh për shembull me muzikë? Pse nuk fillon të shkruash, sepse shënke shumë i mirë në të shkruash librin tënd? Pse nuk fillon të bësh si një punë të dytë ndoshta talentin tënd? Është shumë si këto, dhe mënyrat janë nga më të shumtat me të cilat ëngjëjt duan t'ju drejtojnë në rrugën më të mirë për ju dhe t'ju japin sa më shumë lumturi, dashuri dhe paqe. Dhe nëse shikojnë që ju jeni duke vuajtur dhe nuk jeni shumë të lumtur në profesionin që po bëni dhe ju vërtet kërkoni ndihmë, ndoshta në vetdijen tuaj jeni duke thërritur për ndihmë dhe për një ndryshim, dhe ëngjëjt e dinë shumë mirë këtë, kështu që do t'ju dërgojnë shenja nga më të çuditshme dhe nga më të bukurat që ju t'i kuptoni dhe eventualisht të veproni në intuitën, në zërin e intuitës tuaj, t'ju japin atë shtysën e butë që ju duhet për të vepruar kur duhet, ndoshta për të lëshuar këto frikra që ju mund të keni. Dhe më besoni që miqtë tuaj më të mirë do ndodhen aty për ju në momentin që askush tjetër ndoshta nuk ka qenë dhe nuk është dhe ndoshta nuk do të jetë, por nuk është kjo çështja, sepse ne nuk duhet jemi të varur nga të tjerët. Ne duhet jemi të zotë të vetes. Dhe mos mendoni se jeni të varur ndaj ëngjëve, as pak. Është detyra e tyre fundjavë dhe në fakt ata për këtë vi. Dhe është kënaqësia e tyre më saktë, jo detyrë, por kënaqësia e tyre.
dhe e bëjnë me pasion, është misioni i tyre. Dhe kur ti bën diçka me pasion dhe ke misionin tënd të qoftë edhe në jetë, nëse ti ke një mision të caktuar dhe e bën me pasion, nuk të duket më si një detyrë, por të duket si një aventurë dhe si një lojë e bukur. Dhe ata janë më se të lumtur të na ndihmojnë dhe të na shohin të lumtur. Fundi kjo është ajo që ata kërkojnë të bëjnë. Dhe doja të përmendja edhe diçka. Shpeshherë disa individ mund të kenë ndrojtje apo turp, ndoshta ose nuk e di, mund të ndjejnë keq nëse i kërkojnë shumë, apo nëse kjo gjëja që po i kërkojnë është shumë, ju duket sikur është shumë, apo ju duket sikur është shumë e vogël. Pra ose shumë e madhe ose shumë e vogël. Nuk ka shumë e madhe shumë e vogël për ëngjit. Nëse ju kërkoni diçka, sigurisht nëse ka të bëjë me të mirën tuaj dhe të mirën e gjithëve, sepse ëngjit nuk punojnë që ju të kërkoni diçka për të bërë keq dikujt, absolutisht jo, ndryshe mendojini mirë sepse mund të ndëshkojeni vetë, por nëse ju kërkoni diçka të mirë për shembull, për veten tuaj, për familjen tuaj, dhe mund t'i duket si shumë, absolutisht jo, gjithçka është e mundshme dhe për ëngjit gjithçka është e mundshme. Mund të kërkoj kohën e vet, por nuk ka diçka shumë të madhe për ta, për të bërë dhe për të arritur. Dhe nuk ka diçka shumë të vogël dhe insignifikante, sepse ëngjit janë kudo. Dhe ëngjit mund të ndihmojnë shumë njerëz me një herë, pra në të njëjtën kohë. Koha është një iluzion dhe në fakt ata janë kudo, këtu dhe tani, kudo në çdo moment. Dhe mund të ndihmojnë disa njerëz në të njëjtin moment. Për shembull, shumë njerëz mund të jenë duke punuar me kryeëngjëllin Michael në të njëjtin moment. Dhe ai është aty për të gjithë prej tyre. Kështu që mos mendoni që keni kërkesa shumë të vogla, që ndoshta mund ta bezdisin, absolutisht jo, dhe as shumë të mëdha që ndoshta mund të jeni, t'ju duket sikur jeni duke kërkuar shumë. Jo, nuk ka shumë apo pak. Kështu që çfarë do të dëshironi për të mirën tuaj dhe të gjithëve, është mëse e mirë pritur nga ëngjit tuaj. Për ta përmbyllur, ju bëjmë me dieni që nuk jeni asnjëherë vetëm, edhe në momentet më të vështira. Jeni thjesht një thirrje larg, miqve tuaj më të mirë. Mendoni sikur po i thrisin në telefon dhe ata do të përgjigjen me një herë. Por bëni kujdes me thirrjen, pra jo me një ndjesi që nuk e keni, me një ndjesi që e keni tashmë këtë lidhje. Me faleminderit ëngjëj. Ëngjit e mi të bukur që po më ndihmoni në këto momente kaq të vështira. Faleminderit ëngjëj që jeni aty për mua në çdo moment. Sa herë nuk kam nevojë dhe që më mbroni, që më udhëzoni. Faleminderit për shenjat tuaja, faleminderit për këtë komunikim dhe për këtë lidhje të shenjtë që ne kemi dhe për këto bekime që po më ofroni realitetin tim, kur më duhen dhe sa më duhen. Faleminderit që po mbron miqtë e mi, faleminderit që familja ime është e sigurt dhe e shëndetshme. Dhe patjetër që po ju mund të uroni mirë edhe për të tjerët rreth e qarkush, jo vetëm për veten tuaj. Kështu që të jenë më së të gatshëm që menjëherë të përgjigjen thirrjeve tuaja. Kjo pra, për përmbyllje, shumë faleminderit që më dëgjuat deri tani. Jam shumë e lumtur që jeni këtu dhe tani. Jam shumë e lumtur që keni arritur deri në këtë fazë të videos, sepse kjo video ndoshta nuk është për të gjithë, është vetëm për ata që besojnë dhe për ata që janë të hapur ndaj një mendimi ndryshe, janë të hapur ndaj këtyre qenieve kaq të mira, kaq të dashura, të cilat duan të na ndihmojnë dhe vetëm nëse ne jemi të hapur, besojmë dhe i mirëpresim në realitetin ton, ata do të munden ta bëjnë këtë. Kështu që nëse ju jeni këtu tani, do të thotë që ju keni shumë shanse, ndoshta e keni ndjerë ëngjëj tuaj në realitetin tuaj, ose keni shumë shanse që ti ndjeni madje edhe tani, edhe sot, apo në vimësi. Faleminderit. Nëse dëshironi që të dëgjoni më shumë kontent si ky dhe të bëni pjesë e komunitetit ton ku asnjëherë nuk do të ndjeni vetëm, edhe në 3D do të jeni gjithmonë, pra njerëzve që do t'ju mirë kuptojnë, atëherë ju ftoj të bëni subscribe dhe shihemi në video tjetër.